miq, jam këtu me Sheki Husseinin, është një nga të ftuarit special të trajnimit me Ndo Dyshofi tonë në datën 15 dhe 16 nëntor. Pra edhe një javë na ndan nga ky trajnim ku mbi 2000 veta do të jenë aty në sallë dhe brother, nëse ka njerëz akoma të pavendosur që rrinë e pyesin veten, o s'vija apo s'vija, ta marr biletin apo s'ta marr. Pse duhet vinë ata të ndjekin me çfarë fjalë aty? Ata duhet vinë nga një arsye shumë e rëndësishme. Se jeta e secili prej neve vazhdon të bëhet edhe më e shpejt, me më tepër ngarkesa, më stresuese dhe njerëzit ballafaqohen me një realitet të tillë dhe nuk kanë një çelës, nuk kanë një formulë se si ta menaxhojnë situatën, ta menaxhojnë veten dhe të mësohen të krijojnë një manual të përdorimit të vetvetes. Dhe unë tek Ndo Dyshofi dhe sjelli manualin për herë të parë se si njeriu të mësohet ta përdor veten, ta eksploroj veten dhe pastaj ta mirëmbaj edhe më tej, sepse kjo ka një impakt drejt për drejt tek jetëgjatësia e njeriu, tek jeta cilësore dhe po ashtu tek zbërthimi i potencialit të cilin si thesar e ka sjellë secili me vete, po nuk e ka mësuar askush se si ta eksploroj dhe se si ta konvertoj në vlerë në një jetë më të mirë. Dhe sigurisht këtë ti do ta bësh nëpërmjet meditimit, edhe unë e zi po pres. 85% e biletave janë shitur, ke akoma kohë, kliko linkun dhe bëu pjesë e kësaj eksperiencë jetë ndryshuese. Të presim. Po, një meditim që nuk e keni parë asnjëherë më parë. Diçka e re.